Ekspertiza paraprake e zjarrit që shkrumboi gjysmën e pallatit 12 katësh të ndërtuar nga Arlis Ndërtim, kompania Armand Lilos konfirmoi se flakët nisen nga ambientet e jashtme. Siç duket dhe në këtë video, zjarri ka rënë në kutinë e marketit në katin 0 të pallatit, përfshiu më shumë se 30 apartamente, ku flakët në më pak se një orë shkuan deri në katin e 12. Një pallat i ndërtuar vitet e fundit, me premtimin e kushteve të sigurisë maksimale nga kompania Arlis Ndërtim, por nga ana tjetër fikset e instaluara kanë qenë thjesht për dekor, pasi asnjëra prej tyre nuk ka funksionuar. Jo vetëm kaq, por edhe marketi nga ku nisi zjarri nuk ka përdorur asnjë pajisje për të shuar zjarrin. Madje pallati ka patur sistem hidrant, por edhe ai ishte jashtë funksionit dhe zjarrfikset e kanë patur të pamundur që të marrin ujin aty. Skandali thëdhohet më tepër kur në kontratën që kompania Arlis Ndërtim ka nënshkruar me nënkontraktorin për ndërtimin e fasadës ventiluese, ku thuhet se materialet janë antizjarr dhe ka një garanci për 25 vitesh, ndërkohë që ka mjaftuar një zjarr nga jashtë pallatit për të shkrumbuar totalisht dy faqe të ndërtesës dhe duke lënë në qiell të hapur 10 familje. Referuar kamerave të sigurisë, disa fëmijë të mitur kanë qenë duke luajtur në afërsi të marketit që u përfshi pari nga flakët. Dy prej fëmijëve afrohen te kartonat me mbeturinat e marketit të vendosura te fasada e pallatit dhe hedhin një duke një letër brenda. Pas 7 minutash kutit marrin flak, zjarri arrin të depërtojë brenda strukturës së fasadës së objektit, ku për shkak të materialit jo të duhur të përdorur në ndërtim, flakët marrin në pak minuta duke përpir godinën. Për këtë ngjarje në nënhetim është vendosur pronari i firmës së ndërtimit Arlis, Armando Lilo, i cili fillimisht ju fshet drejtësisë, por pas disa ditësh vendosi që të paraqitej vetë në prokurorinë e Tiranës për të marrë në pyetje në lidhje me ngjarjen e rëndë. Në nënhetim janë vendosur dhe disa persona të tjerë si kontraktor të fasadës, administratori i pallatit e të tjerë.